Nga Veterniku e deri tek pika lidhëse e kësaj autostrade me atë të kombit Ibrahim Rugova, po punohet që ky segment të përmbyllet sa më shpejt, VNP drejtori i projektit të autostradës. Rreth 1300 punëtor janë angazhuar intensivisht në trasenë e parë. Unë jam shumë i lumtur të raportoj se puna po ecë ashtu siç kemi planifikuar me Ministrinë e Infrastrukturës. Në këtë moment jemi në lidhje me segmentin MD, që është lidhja rrugës ekzistuese me autostradën. Kjo është një pikë shumë kritike për ne sepse planifikojmë të hapim brenda një muaji dhe po punojmë shumë që të arrijmë afatin që kemi dhënë vetes. Nuk kemi pasur ankesa as për pluhur as për asgjë tjetër sepse për këtë kemi njoftuar komunitetin qysh herët. Kjo është pika lidhëse mes autostradës së kombit Ibrahim Rugova dhe autostradës Arben Xhaferi dhe në fillim të gushtit qytetarët e Kosovës nuk do të kenë më telashe që të ballafaqohen me trafikun e dendur të Prishtinës, por do të kalojnë nga kjo pjesë për të kyqur me të dy autostradat. Pavarësisht se punët po ecën sipas planit, vështirësitë janë të pashmangshme VNP menaxherët e tjerë të projektit. Ne po punojmë në drejtim të Shkupit dhe tani po shtrojmë 6 km asfalt në drejtim të tij. Dhe ky është terren shumë i bukur për ta parë, por është shumë i vështirë sepse nuk ka stabilitet për të punuar autostrada. Çka do të thotë se nga momenti kur gërmojmë duhet të hedhim material të klasit e parë që ta bëjmë të fortë bazamentin e autostradës, për të vazhduar me materiale të tjera përforcuese. Edhe në Ministrinë e Infrastrukturës thonë se punimet janë duke shkuar sipas planit të parapar. Këshilltari i ministrit Mustaf Krasniqi tha se kompania punëkryerëse po punon me intensitet të madh. Ndërtimi i autostradës Prishtinë-Shkup do të kushtojë rreth 600 milion euro dhe pritet të përmbyllet nga fundi i 2017-s.